Me qa bëhet krema përgatitet? Për kremin nevojitet qumësht, tu kemi 500 ml qumësht, kemi 2 lugë gjelle niseshte dhe sheqer sipas dëshire. Pasi të zihet kremi të troshet normal si pudingu, e largojmë, lëm pak të ftohet dhe shtojmë 100 ml krem pana. Krem pana. Për një teksturë më të butë dhe një shije pak më të theksuar. Po. Okej, do të thonë. Fillimisht shtojmë gjysmën e qumështit. Vetëm gjysmën. Sa për të tretur niseshtën. Po. Pra këtu kemi 2 lugë gjelle niseshte. E përzihem me kujdes në mënyrë që të mos mbesin kokriza. Këto kokrizat i kam pak si pikë të dobët. Edhe janë shumë të ndihshme, ato mbesin lehtë. Hallve për shembull kur përgatis hallve, domethënë mundimi më i madh është ajo. E vërtetë duhet ta hedhim jo shumë të nxehtë edhe të përzihet të gjithë kohës, temperaturë. Ndërsa te kremi, realisht çdo recetë përmban 2 lugë gjelle sheqer, mirë po ne do e reduktojmë. Minimalizojmë. Po, me një lugë mjafton. Shtojmë dhe pjesën tjetër të qumështit. Nuk ma herët isha duke thonë që unë jam pjesëtari ma i denjë për me i provu ushqimet, derisa të bëhet të mësira, po e provoj edhe një drezë, ndërkohë drezën e ki vetëm për dekora, po? Mund të bëhet edhe pa të mirë, po tash me që jemi në kohën e drezave, jemi në sezon, duket pak edhe me bukur dhe... Janë bashkë sa më. Po i shton shije pak më shumë, e kuptohet. A duhet me u zi gjatë një shesja? Jo shumë kohë gjatë, mirë po nga momenti që fillon të vloj, duhet të zihet në temperaturë pak më të ulët dhe të përzihet pa ndërprej derisa të troshet mjaftueshëm. Sepse po u larguam për 1 minutë, djeget. Ka mundësi të ngjitet. Absolutisht, po. Do me thonë, duhet të krijohet një masë pak ma homogjene, kështu. Pak më trosh si pudingu, pasi të zihet e largojmë dhe shtojmë aromë vanilje. Apo mund të shtoni sheqer vanilje nëse nuk e keni. Po. Normalisht, pasi të ftohet troshet edhe pak. Edhe më shumë. Po. Ndërkohë dhe kadaifi është ftohur nga ana tjetër. Kadaifi është ftohur dhe do shtojmë dhe fare pak të dhej deri në 100 ml krem pana. Kjo nuk duhet të zihet? Jo. Okej.